S'kemi dërguar njeri për ta kërcënuar, por motra e Liridonës thyen eshtjen. S'di asnjë sekret, por motra e Liridona Ademajt ka thyer eshtjen në lidhje me vrasjen e kësaj të fundit. Brikenda Ademaj tha se ne e dim se si e ka pasur jetën, po ashtu ajo tha se nuk ka patur asnjë kërcënim për familjen e Murselit. Ne kemi kallëzuar se ka patur jetë lumtur me Naimin, nuk është e vërtetë se ka pasur sekrete. Ne kemi kallëzuar gjithçka që kemi ditur, se ne duam të mbrojmë Liridonën. E kam bërë foton 2 ditë përpara se të vritej Liridona. Liridona ka patur shumë sende brenda që nuk na i ka kallëzuar si familje. Nuk na ka thënë ndonjë sekret, asgjë, se kam dëgjuar që ka patur debate për tradhti, gjithmonë ka qenë pranë nesh. Kur fliste me Naimin, ai e pyeste për fëmijët. Nuk kam qenë në familjen tonë, por ajo iku për në Prishtinë. Kam qenë tek buri im, kur kam qenë në fshat, kam folur, ata po mobilonin edhe shtëpinë e tyre, ata nuk kanë ikur asnjëherë nga shtëpia e tyre, s'kam pasur shere, ka thënë ajo.